Lasciodive respektune di cane sciucarale na menzarani renduni emisija ekipe. Anjanglun istoria kadikin sare birajkan organizacija Roma Versitas Kosova, ketane e javer partneriensar, kotaro ratu riguno Balkanu, numaj kotaro tema vërdoro riguni Makedonia, Albania, Bosna, të Hercegovina, Serbia, të javer, pjeravla jek projekti kola dikerde kotaro trin komponente, sarsosi buti keripe, dukipe, të anti-gjipsizmo. Kotanorame kale projektesko a dikerde i angluni konferencija vašo anti-gjipsizma ni Kosova, te diko materiali. Anoramje projektesko na kavipe barjeriengo rezistencija romenga në raturiguno Balkani, anoramja kale projektesko si në organizimi konferencija të eva kerdilo vašo anti-gjipsizmo sar fenomeni Existim la ni Kosova taj maj bukle, a kavava kerdilo ani angluni rajonaluni konferencija, sa vesina di kerdi de 7 novembre ani Kosova, vašo anti-gjipsizmo, piravdo kotar Roma Versitas Kosova, piravde javer partnerencar kotar Balkani, ani konferencija lele kotor buderi romane tajna romane aktivistia kola kerena buti vašo qavipe e anti-gjipsizmesko, tajo Kosovaki institucije, Ano Šerunova Keripele la Kotorinjo, direktori e Šerune Ministresko Fisesko, Vashukarno Rajpe, Habit Hajredini, taj Šerune organizacijako Romalitiko Elvis Shakiri. Sepse nëpërmjet komunikimit, forcimit të dialogut ne mund t'i shtjellojmë dhe t'i kuptojmë më lehtë edhe terminologjit aktuale, siç është çështja e antigjipsizmit. Ju e dini që gjithandaj edhe në Bashkimin Evropian, mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar në Këshillin e Evropës, po edhe në Kombet e Bashkuara, ky term do të thotë ka hyrë në politikat e tyre, ka hyrë në legislacionin. Natyrisht kur ne jemi rekomanduar vendet e Ballkanit perëndimor që të përqafojmë këtë term, të futim në politikat tona, në legislacionin ton, kemi kuptuar fillimisht se është e nevojshme të ketë dialog, të ketë komunikim, të ketë, si themi, shtjellim të temës për më ardhur, deri, s'po them ky vendim, po të ky formësim i kësaj komponente. Pse? Tu e ditë diversitetin e vetë aspektit multietnik në Ballkan, edhe pse flasim për Romët tu në Kosovë, në Mallzi, Maqedoni, Shqipëri, Serbi ose në një vend tjetër, sa do pak nga herë terminologjit vendore dallojnë dhe ato kërkojnë adresim dhe komunikim të mbrendshëm institucional. Ne si qeveria e Republikës Kosovës natyrisht po punojmë ngushtë me sektorin e shoqërisë civile, me organizatat jo qeveritare, po edhe me ekspertë tjerë të pavarur dhe në kësisht edhe me Komisionin Evropian, Këshillin e Evropës, edhe për të vendosur si themi në legislativ dhe për të futur funksion në politikat tona. Unë po jap një shembull, normal për milon më shumë diskutimit ton aty në panel, në politikën e fundit që kemi pas për të drejtat përfshirjen e komunitetit rom dhe ashkali, një nga objektivat kyçe që kemi vendosur që ka ngërthejnë në vete çështjen e antigjipsizmit, ka të bëjë me çështjen e gjuhës së urrëties, krimeve të urrëties, stereotipet, paragjykimet dhe shumë specifika tjera që ka të bëjë me racizmin, me diskriminimin. Pra është kjo ombrella që përfaqëson ose ajo kupola e çështjes së antigjipsizmit. Kemi pas debat shumë gjerë për me vendosat, me shoqërinë civile, me organizatat jo qeveritare, dikush për të pranu, dikush për të pranu, po kemi ra me këtë konsenzus dhe kemi bërë pyetje shumë të hapura. A ka diskriminim ndaj romëve? Po. A ka gjuhë të urrëties? Po. A ka krime të urrëties? Po. A ka paragjykime? A ka stereotipe? Dhe kemi konkluduar që kjo është ajo ombrella, do të thotë që apo kupola e çështjes së antigjipsizmit. Natyrisht ka nevojë shumë për të punuar, për të ngritur vetdijen dhe për të komunikuar në mënyrë të mbrëmshme përmanda institucionit, për të rritur kapacitetet e administratës publike, për ta kuptuar jo vetëm termi antigjipsizëm, por për të marrë veprim për ta parandaluar dhe luftuar. Kur flas për administratën publike, flas për dy nivelet, nivelin qendror dhe atë komunal. Padyshim po do mund dal këtu, po kjo është ajo mirëseardhja dhe
gatishmëria e institucioneve të Republikës Kosovës, qeverisë, po në zyres kryeministit, zyres që udhëheqi unë për të qenë bashkë, jo vetëm për të forcuar dialogun, por edhe për të marrë veprime adekuate për parandalim dhe luftim të antigjepsizmit. Vjen mirë që kena një gamë të madhe të institucioneve këtu, që kanë përgjegjë ftesës të përfshirë dhe institucionin e avokatit popullit dhe ministrit tjera përkatëse që kanë mandat, mision për të punu, dhe kjo tregon atë gatishmërinë tonë të instancave qeveritare, sidomos të profesionistëve që merren për çdo ditë me këto problematika. Këva nastasi organizirime kataro projekti kësavo so romalitico vodizla si regionalno ko Zapadен Balkan, ko Western Balkans, odote si amen Kosovo, Srbija, Bosna, Albania em Srbija. Avdi veke rasa lafi bashi o anticiganizam, savo si o status amende ki Makedonija, misli za kaj kosao države i situacija si isto baš o anticiganizam, amen probiza sa kanako kakava period od delo i terminologija anticiganizam sar forma, te čivasla ko amaro krivičen zakonik, kaj odorink kana kao velamen disavo slučaj krivično te gonizem pes. Gjia kana sar diskriminacija, sar jek forma katari diskriminacija sines ko zakonus za zaštitu od diskriminacija, a makana kao velamen jek posebno delosko krivičan zakonik, kao vel bud pošukar. Amen ko prošlo dujtrin masek, sines amen obuke so sudi, javni obvinitelji Katar Amari država, ama isto ko akava masek kao velamen jek obuka policijasa ki Amari država. Misli za sa hari po hari ko kakla suske osudstvo i policija, obrazovanje si amenge ključno kote neli desinela pe amenge o anticiganizmu. Roma Versitas Kosova sarpjeramni savja dikergjan du një konferencia vasho antigjipsizma një Kosova në Ramja Kale projektesko maj bukleva kerla o amni Mustafa kotaro Roma Versitas Kosova. Dives jam akate të ratës je kune problemisa kova dajke verë ovela na diko, ja se ovela but tolerimo, ja se odbacimo, avdive ka keras lafi vasho antigjipsizmo. A kaja terminologija dishavela o predrasude, diskriminacija, strukturno luna predalo Roma, ja se sërme që nga dava ka fenomeni që nga dava sistemasko diskriminacija predalo Roma. O antigjipsizmo na ne samo individualno predrasuda. Ovsija malipasko na svalipe, sa ona mukela integracije romanijane ana ona malipe. Buci mahatno te dasa valla kale fenomeniske, se kaj samo ako gjanasa sovela menser, onda shaj pagas, ja se tini klasa kova problemi. O antigjipsizmo si shele beshenca kata ni Kosova, si no Balkani, si ne Evropa. O vela kana o Roma qivgjona të zhivizena no na forma lune mahale, bizo asfaltja, ja se bizo tan, ja se drom, bizo fundamentalna servisja, kana qavore qivgjona ano klase, segregaciona učionica se klase sërme që nga në vëllin, kana o Romaovna odbime këtë rebukjake tana, hem kana o publikono diskursi konstantno kjerena dehumanizacija sa e romane komunitetiske. O anguno hapi, vasho qavipe akale fenomenisko, si to reformishipe e institucijenengo. O krisja mora eksplicitno ta qaven diskriminacija, të të den shukarune socialne alternative kaj olenge hakasave pagjona, të në dhe mishe page. Mënglape butla fjasa që o treningi, mënglape
javër treninga, vash gjene kolla kjerën abuti hanno publikuar servisi sër primeri si kavne, hanno shkolle, policie, doktoria, hanno ambulante, in javëra. Manglape të dempe pe gjanipe ka jakava fenomeni mora ta qavlull, taj ka manglape tovel javerimo e inkluzivno alternativjencar. Dujto, të sine kaj sa men mangasa të qava sa ka fenomeni, manglape të shëdo këtëro tikno niveli, jaso niveli si kaj pasko, jaso qavarenca, na aeromenge, numai e na romenge, manglape te del pisikripe ka in Roma si kotora kala mali pasko, in lensin hakaja, in lensin valenipia, in lensin paripe no gjivdipe. Trito, sa menge manglape te averina o mediska narrativja, preko medje, vazhbi bah pandar, o vela diskriminacija, o vela nashu karon treteripe, o vela dishavipe romengo sarogene e pansto klasake mali pasko. Vazhbi baht panda si në sakova medje a e karapotja. Shtarto, solidariteti si bud mahat në savarenga menge. A menge manglape amala kotoro na buderut në komunitetja. Save ka dishaven, o qaqipero menge, kosi që soroma. Birip kanë organizacije, institucije, si kavne, doktoria, poshtarja së në menqikare, se savore avera manglape të marempes a menge, taj amenca zajedno. Ko krajos niso a menge bizo amen taj të men kubate. O antigjipsiza na qolodma, jeke diveski, kada si mu begjeno. Në mangandinava kaj savore ketane kupate të kjera, shaj kaj averina akava fenomeni. Taj kada si polo që gjivdipe, e javere generacinge savera vena. Ina kava si ore sa kale projektiski. Si o botikeripe, si to o edukipe, numai o antigjipsizmu si e këtë mbanente projektiski. Anule parno che dipesi in neko barvakiripja organizime anullav de pucipja vajteme? Akavasimo të përna vjekut no tanke ciunko beshipeka i bakirope antiqali terminologi antigjipsizam, si jako zanimljivo oko su tu mensala kerjen anglal, po numai sima samo jek pučipe rehabilitijski savo kerol jek bari buti olhem leski ekipa ano governmento, numai sakva su shungjam ini këto rehabiti, ini tare javera gjene, dinde man jek imazhi jek slika certifikat ako su men keren. Numai ke svako programi, ke svako krisi, ke svako te penal akcija valjan me reakcija. Mo pući be tano rehabilitijski ili možda i ničiko aver biola šukar te doma te penal je imaži majlačo sar merina o sukcesi akaleski sokera. Numai jana o governmento kerol krisja, kerol mehanizmja, kerol dokumentja save te prav zaštitinen ili pa maren amar hakenge, po numai ko krajo, ko agor, kana čiva ko sahani emte merina i buti, mo pući bejtano sojmengo parametri, saramen jana kaja klaso kergjam, akla krisja sanjam, mehanizmja save kergjam, ko bor anen kontributi šukar ili bilače amare romengi. Numai sima čefi ili možda džiko ili ako nasinano paneli, manuša sa ventari Makedonija, Šipria, sa visinene možda iskustvo od civilno amalipe, jer ko agoritano dalje amare romani mahale živnen majlače koto krisja save kergjam, save angjam, save dinđam doprinosi, kobo Roma si ano buti, kobo Roma si ano institucije, sakava, ki je antigjipsizëm ku kraja variantano me jek matematika i duj hem duj si shtar. Ove saste. Është e qartë që është një pjesë sfidave për me pa progresin, po doja vetëm i citu një shumë generale progresin si e matim. Për shkak nëse themi që po ngrisim kapacitetet, nëse ne shohim që kemi trajnu ose kemi dhënë edukim 264 profesionisteve, do të thonë shohim një hap për të matë
për të pa gatishmërinë e instancave institucionale që janë të gatshëm për me punu. Nëse shohim që kemi 32 raste që janë zgjidhur në momentin kur ka pas diskriminim, ku ka pas arrestim, ku ka pas ndëshkim, kemi me emër, mbi emër, e shohim një progres këtu. Ose nëse flasim për punësimin, nëse kemi një raport që kemi marrë të premten nga policia, kemi 45 të punësuar nga radhët e komuniteteve roma, shkali egjiptian për një periudhë 3 vjeçare. Ju dini që kemi kriju një mekanizëm që e nxit dhe promovon punësimin ndaj këtyre komuniteteve, dhe fokusi jonë u konë në një vit e gjysmë vetëm në sektorin e sigurisë për të rritë punësimin, në polici, në forcën e sigurisë dhe të komponentë të tjera duke përfshi edhe shëndetësinë. Ose mund themi që kemi një progres, një shifër që matim nëse marrim 3 komuna të Kosovës, jo si shembull, po aspekt real, Gjakovën, Pejën dhe Gjilanin, ku kemi një shifër të punësumeve të grave dhe vajzave në mjekësit apo shtëpit të shëndetit shëndetësor, si farmaciste, si dentiste, apo të profilit teknik, do të thotë shëndetësor. Këto janë disa elemente, sepse ju e dini që ka herë dhe mbatet edhe ka sfida dhe në aspektin buxhetor për të marrë atë indikatorin e progresit. Po kështu do të vlerësojmë. Edhe ato që e përmenda në fund është një lloj progresi kur ka vetëdijsim institucional, reagim. Sepse ne pajtona me ty në ligjin e kemi shumë mirë të shkruar, planet i kemi, po kur nuk ka reagim institucional për marrë veprime, atëherë është e kotë. Kur shohim që përmenda vitit ose përmenda 6 muajve kemi reagim nga prokuria, policia dhe inspektoriatët, atëherë la me vlerësu ose ma mirë themi edhe institucionin e avokatit popullit që merr reagimet shpejta sa për këtë detyrave që ka. Këto janë disa nga elementet, po pajtona me ju që kërkohet edhe më shumë angazhim për të pa progresin e duhur. Nga Shqipëria gjithmonë kemi analizuar dhe kemi marrë, le të themi, modelet më të mira të Kosovës, aty ku na janë dukur të përshtatshme për t'i bërë kontekst të shtetit shqiptar për sa i përket fushës minoritare dhe kryesisht minoritetit rom. Vetëm një moment nuk i kemi arritur dot ta kuptojmë pse për shembull Kosova, shteti i Kosovës nuk ka arritur të bjerë dakordsi me shoqërinë civile, por sigurisht edhe institucionet e shtetit të Kosovës për sa i përket përdorimit të termit anti-gjipsizëm në dokumentat zyrtar. Ju pak a shumë e përmendët, le të themi, në fjalën tuaj, por meqense tani është duke u konsultuar rishikimi i ligjit për antidiskriminimin këtu në Kosovë, a është menduar që ky termi të vendoset dhe nëse po, a ka ndonjë, le të themi, një strukturë të veçantë e cila do ta monitorojë specifikisht zbatimin e antigjipsizmit në këtë këndvështrim, sepse ne siç e dim, antigjipsizmi është racizëm specifikisht për kundrejt romëve apo grupeve të tjera të cilët përbëhen në ambrellën të romëve, siç është edhe për kufizimi i Komisionit Evropian apo dhe të institucioneve europiane. A ka ndonjë strukturë të mirëfillt, le të themi, që do duhet ta ndjeki këtë gjë? Partnerët tanë shoqëria civile kanë ndjek gjithë procesin në rajon. Ka pas debat shumë të madh në Serbi, një kanë marrë vendimet, mu miratu shumë politika atje për shkak të terminologjisë ose në vende tjera. Në Shqipëri ju e keni përqafu ma lehtë, po ne nuk kemi dashur me mungut me bërë gabime që mund të pësojmë. Gjithmonë kemi mendu dhe ndjekim parimin e gjithë përfshirjes, të konsultimit gjerë. Nëse ka pak kënaqësi në 2-3 organizata, prap dojmë të bashkëbisedojmë, të kemi konsenzus dhe këtë po e arrim. Sepse kjo bën më të implementueshëm, më progresiv, më vonë. Kur jemi të akord dhe jemi bashkëpjesëmarrës me një proces, atëherë vendimet duhet i marrim bashkë. Dhe ne kemi dashur vetë me, normal që jemi këndgatshëm, ne kemi pranuar si qeveri dhe pranojmë, po thash ne duhet ngrisim kapacitetet, ta kuptojmë. Dhe ka ardhur tani momentumi që po vendosim në legislacion dhe strukturat i kemi thuajse të gatshëm, ato janë në vend, do të thotë në in place. Edhe në nivel lokal, edhe në nivel qendror që kanë marrë përgjegjësi për me monitoru, po dhe marrë veprime në luftim dhe në parandalim.
numai kardegjene ini o partneria kotare Albania, o blerder taho, kotare o Instituti Romane Kulturakani Albania, Savesi Kotor e Projektesko. Në fakt, antigjipsizmi është një term që është futur këto 3-4 vitet e fundit, dhe sigurisht që nënkupton racizëm specifik për kundrejt minoritetit rom dhe në grupeve të tjera që nënkuptohen me këtë term, dhe shpeshherë edhe nga ana institucionale, por edhe nga ana e komunitetit, jemi në këtë rrugëtimin për të kuptuar nga të dy anët se kur bëhemi pjesë e, le të themi, e diskriminimit apo dhe mënyrave të ndryshme që preken nga ky term që është antigjipsizmi. Sot jemi në këtë konferencë, unë me fjalë më vjen mirë që në Kosovë ka modele shumë pozitive për sa i përket trajtimit antigjipsizmit, edhe pse Kosova është në njohje sipër dhe ndryshimit të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi. Më vjen mirë që ka modele dhe ka një angazhim për ta çuar përpara këtë çështje, dhe pse jo nesër pas nesër ne të kemi qytetarë rom të mirë informuar dhe institucione të mirë informuar për ta adresuar këtë problem dhe për ta çuar drejt zgjidhjes. Çfarë është mesazhi juve kur po folet për antigjipsizëm? Në fakt, unë kam një mesazh që të gjithë ne duhet të dimë të drejtat tona dhe antigjipsizmi është një nga ato të drejta për të cilët çdo qytetar duhet të jetë i informuar, por nga ana edhe institucionale do duhet të kenë një informacion të hollësishëm, pasi shpeshherë pa dashur, duke mos e ditur, ne diskriminojmë, përbuzim dikë, segregojmë dikë, nuk i japim akses të barabajt dikujt apo një grupi të caktuar minoritar, dhe kjo shpeshherë përbën atë që quhet antigjipsizëm apo diskriminim racor. Dhe duke krijuar dhe duke zhvilluar, le të themi, këtë lloj terminologjie, shpeshherë krijojmë më shumë pabarazi se sa barazi ndërmjet minoriteteve apo përfshirje ndërmjet minoriteteve apo dhe grupeve tjera shoqërore. I bire kone organizacije romaverse sketane javere partnerinë si i vrlo riguni Makedonija, kotër i Albanije, kotër i Bosna, kotër i Serbijat i një javer, kjera se projekti sa ovo si dhe 3 komponentes. Komponente i prvo si vašo budikeripe, dyto komponente si vašo edukacije, trito komponente si vašo antigjipsizëm. A ka asja ni Kosova si man baro zadovoljstvo kaj i prvo konferencija regionalno, kjer da pesa ni Kosova ni Priština, vdiva mende. Numa u antigjipsizmi sar fenomeni egzistini nela ni Kosova. Činjenica kaj si javer krisja vaši diskriminacija, činjenica kaj si javer krisja ja polisi vašo inkluzije per romenge, a ni Kosova gandinava kaj akava fenomeni aqholata ovel deo sistemisko e Malipasko. I me dikavale sarek na svalipe e Malipasko se pika jek sistemiko ana dela shaipja kaj to obla shukarunu inkluzija e komunitetjenge ka sistemi novela te aqolat ajeka. Numa gjanava anistovakci kaj akava sistemi našti kaj averingjol odma, mangla pe te kjerët pesa shukarinu i buti institucijenca. Sara koto lokal nivoj, a je kaj niko centralno nivoj, heme komunitetesa. Dhe bisha vas njek kupatno lekanipe kaj te aqhavaska diskriminacija, të qavas segregacija, të qavas i policia të tërterizë romen javërqande javerendar, o doktorja, ambulante, institucije, kaj të kërën pola që o tretmani romenge savarin këtë karesa një Kosova. Numa e kësvari so, qërë më ngi gozi si eke baktasa kada internatorin katri Evropaki Unija, a isto vakci partneringe se vesi srf krumandi Makedonija, Romalitiko, Irka, kad kasi Avenca. Dikava kaj aeka projekte, se programja, manglapete kjergjun ano po baroko baripe, ja se više projekte toven bašakala, ja se aktivno se bi dišola kaj odazivi institucijengo, se si като ministrija si kad karakes, ale te šunen, te sičon, me pakjav kaj o siklipe sa uka siklun navdive, ka kjer implementacija ano pere per institucije. Se kokrajska hrvatska diskriminacija na ovela o Roma, predalo Romanoma, o institucije, predalo Roma. Samo si tumaro mesazhi ka na vakera vašo antigjipsizmi vaj diskriminacija nani Kosova maj?
Mange ima bud zadovoljstvo kad išum kad karakes u instituciji kad sinema bud ima bari bah kad ikava i partnera se visi kad karakes kad kao partnera se to Isaki kotro vorae o ditoni katro advancing together si o Fatmiri katro Romano Avaz si bud avera aktivisti se vekerana buti akatemisieva kai Ajek eventija, međunarodna vora i kjela ketane governansa kjela ik samiti vaš antigypsizmi, numa beke bi davas jak mesazhe sa orenge sa organizacije te keren te açıklık bir şekilde diskriminacija se vela pred Roma, na samo Roma i ni javera komunitetja, srbišaj resasa ste živjesnih sistemi sa osi inkluzivno, taj sistemi sa dela alternative kana padzon hakaja te onda kala hakaja te edo problema te adresim pesano relevantne institucije. Kemi takimin e parë ku e bashkëbisedojmë me shoqërinë civile, me institucionet, sa kemi pas progres dhe cilë kanë qenë vështirësitë, dhe më pas do fillojmë në zhvillimin e dokumentit 3. Fakt, kam qenë një strategji që i dedikohet komunitetit Rom dhe Ashkali, su konkret rajonin, sepse është obligim, ne gjithmonë shkojmë në kornizën e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka këtë strategji, dhe ne jemi të obligum, si vendet e Ballkanit perëndimor të ndjekim, domethënë hapat sipas kornizës së Bashkimit Evropian. Kurse sa i përket çështjes diskriminimit dhe racizmit, është duke u diskutu në shumë takime që kemi me Këshillin e Evropës, që shtetët e rajonit, vendet Ballkanit perëndimor të marrin nismën për pas plane nacionale për parandalimin dhe luftimin e racizmit. Kjo hyn ajo komponenta, domethënë edhe diskriminimit. Ende nuk është dalë me një konkluzion nga Këshilli i Evropës, por është një projekt që është në gjitha vendet e rajoneve në Kosovë, është Horizon Facility, dhe aty është parapa dhe po bashkë diskutohet që të merret nisma për me pas plane nacionale, vendore, që e trajton vetëm këtë specifik. Për shembull, ligji për mbrojtje nga diskriminimi në 10 obligon zyrën tonë që të harton politika dhe plane nacionale për grupet e ndjeshme. Ne konsiderojmë grupin më të rrezikum dhe të ndjeshëm Romat, Ashkali dhe Egjiptian. Dhe të thonë, në aspektin ligjor ne jemi të obliguar, po gjithmonë do duhet të mos i duplifikojmë, domethënë dokumentet, të jenë përputhje. Po ajo çfarë ne synojmë me strategjinë e re apo me politikën e re, kur të vinte komponenta e çështjes po e quajmë të diskriminimit apo ajo umbrella e çështjes antigypsizëm, do kemi, shumë thonë, një fokus më të gjerë. Synojmë të kemi gjithë përfshirje, konsultim të gjerë me gjitha organizatat jo qeveritare, duke përfshirë edhe organizatat lokale nëpër komuna. Nuk do duhej dhe nuk do ta marrim asnjë vendim për të vendosur politika në nivel qendror pa konsultimin e shoqërisë civile, pa konsultimin e qytetarëve. Është jo progresive, është jo implementueshme dhe jo e barabartë pa e marrë, domethënë, edhe mendimin e vetë qytetarëve. Do shkojmë në për zonat të ndryshëm të Kosovës për të konsultuar komunitetet rom, për të ratë akord edhe për terminologjinë, po edhe për të shtjelluar, domethënë, këtë objektiv. Sepse duhet kemi partneritet edhe në ngritjen e vedijes, sidomos kur flasim edhe për rolin e medjave. Bira kanë organizacije ketane sa aktivitet jenë sërka piravem buti vashu aqhavi pe diskriminacijako pederalo Roma, të hesako apagi pe hakajengo, të adresingola në relevantu në institucija në Balkani, sar socio tema Kosova, Vërdoriguni Makedonia, Albania, Bosna, Serbia, kotesiole në 3 komponente, buti keripe, dukipe të antigypsizmo. Ministra vaše dukipe skencija taj tehnologija organizinga sinek beshipe, kote tema sine vastipe romanit shqibjako ano skolake institucije ani Kosova. Beshipe si organizimo e recipe avasho hrami pelumia ke divesko romanit shqibjako kote ke dinge e romen ano prizeren, kote vakerde vasho mahatni pe romanit shqibjako e tema e trujale Mesalinako sine vastipe romanit shqibjako ano skolak institucije ani Kosova. Akava beshipe si organizimo kotare divizija vaše dukipe komunitetjengo ani ministre dukipeski skenciaki taj tehnologijaki. Beshipe si putardo kotare romani butikerni anakaja institucija Gjuzela Shaljani.
Tema e këtij diskutimi është përdorimi i gjuhës rome në institucionet e shkollore, pra në vendin tonë. Qëllimi i këtij takimit është marrja e informacioneve të sakta dhe të verifikuara për plotësimin e materialeve ekzistuese, të teksteve shkollore gjithashtu, të hartuara për mësimin e gjuhës rome, në këtë drejtim për plotësimin apo risi të reja si nevojë nga përfaqësues të komunitetit rom që të plotësohen materialet e ekzistuese si plan programi i mësimit gjuhës rome dhe tekstet shkollore, Ministria e Arsimit i ka pranuar disa ekspert, 3 aktualisht, 1 të komunitetit rom dhe 2 të komunitetit shqiptar që kanë shkollim universitar. Pra në nivel qendror, Ministria e Arsimit përmes divizionit për arsim të komuniteteve është angazhuar që të avancoj përdorimin dhe mësimin e gjuhës rome në sistemin e arsimit të Kosovës dhe ka hartuar politika që synojnë përfshirjen, barazinë dhe zhvillimin e arsimit për të gjitha komunitetet, duke i dhënë gjuhës dhe kulturës rome vendin që e meriton. Aktualisht jemi në fazën e rishqyrtimit dhe të hartimit të ri të planit dhe programit mësimor të gjuhës rome, i cili do të bazohet në kurrikulen e re të Kosovës. Pra ky hap i rëndësishëm dhe thelbësor për të përmirësuar cilësinë e mësimit dhe për të siguruar që gjuha rome të mësohet sipas standardeve bashkore të arsimit, është pra një çështje që duhet të diskutohet sot. Anole parno beshipe lafja dikerga ini e nazan savci, sherune divizia ki vash edukipe komunitet jengo, ani ministria vash edukipe skenciat e teknologia. Më herët kolegja i përmendi edhe disa çështje tjera që kanë bëjnë me këtë ditë apo me qëllimin e kësaj dite, që unë mos të hy andej të përsëris edhe një herë ato fjalë, vetëm se edhe një herë në emën të ministrisë ju uroj këtë ditën e 5 nëntorit, ditën e gjuhës, ditën botërore të gjuhës rome. Unë sa e di është dita botërore, ashtu quhet, dita botërore e gjuhës rome. Kjo festohet edhe në shumë shtete. Kjo ka dalë nga UNESCO-ja, si që dim, që është caktu data në 2015 si duket. Fillimisht ka fillu nga 2009 që të festohet, mandi nga 2018 veç ka hy ashtu edhe në shumë shtete që të festohet dhe është përcaktuar kjo ditë nga UNESCO-ja 5 nëntori që të jetë dita e gjuhës rome. Dhe kështu që edhe ne në Kosovë ka disa vite radhazi që veç se e festojmë këtë ditë. Është një ditë edhe festive, por edhe ditë që ne duhet të bashkë bisedojmë bashkë me ju edhe për gjuhën rome në Kosovë. Si që dim, gjuha rome ka marrë edhe statusin e gjuhës në përdorim në komunën e Prizrenit, e më herët edhe në komunën e Graçanicës, pra në këto 2 komuna është në përdorim zyrtar, nuk e di sa është duke u zbatuar, mirë po është një avantazh që është në përdorim zyrtar, ka hyrë në atë status e ka marrë, dhe besoj që me kohë gradualisht edhe do të merr edhe atë meritën që e ka në këto 2 vende, ndoshta edhe në vende tjera ku kemi shumicë të komunitetit rom në Kosovë. Sa i përket arsimit, unë besoj se edhe në arsim viteve të fundit kemi zhvillim në arsim, ndoshta jo të mjaftueshëm, ndoshta ende duhet të bëhet shumë, padyshim, por mendoj se është punuar dukshëm dhe shohim që ka edhe një zhvillim, ka edhe një interesim më të madh të komunitetit rom për arsimin, ka vetë disim më të madh tani për vjushmërinë në arsimin para universitar, në atë universitare tjera. Dua të ndaj disa informata me juve, informatat e fundit që i kemi.
E para është që na dje e kemi hapur konkursin për bursat e studentëve, nuk e di a e keni pa në web faqen e ministrisë. Shumë më vjen mirë. Edhe ju kisha lutur ta shpërndani sa më shumë, sepse konkursi do të jetë i hapur deri më 17 nëntor. Për arsye se nuk kemi shumë kohë, kemi mbet pak vonë për arsye se ASHI-ja na ka shkaktuar disa vonesa dhe prap nuk kemi arrit të hapim që të bëhet aplikimi online, por do të bëhet në formë fizike, do të dorëzohen dokumentet në formë fizike në Ministrinë e Arsimit. Tjetra është një zhvillim që këtë vit në bashkëpunim me Save the Children, bazuar në një marrëveshje që ka bërë Ministria e Arsimit me Save the Children, jemi në shqyrtim e sipër të aplikimeve, pas thirrjeve që kemi bërë për mbështetjen financiare për nxënësit e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, nxënës të arsimit të mesëm të ulët, të cilët do të përfitojnë nga kjo mbështetje financiare, numri i tyre është 300, ndërsa për shkollat e mesme profesionale do të përfitojnë 150 nxënës mbështetje financiare. Ky projekt zhvillohet në 6 komuna, në 13 shkolla të këtyne 6 komunave të arsimit të mesëm të ulët dhe 13 shkolla të arsimit të mesëm të lartë, shkolla profesionale. Thirrjet kanë përfunduar, tani kemi formuar komisionin dhe do të fillojnë shqyrtimet e aplikacioneve dhe pastaj do të shpallim fituesit këtyne mbështetjeve financiare. Nuk do t'i quajmë këto si bursa, me qëllim që mos t'ju humbim të drejtën nxënësve të shkollave të mesme që të marrin edhe bursën nga Ministria e Arsimit, sepse me Save the Children e kemi bashkëbiseduar që forma e mbështetjes financiare për nxënësit e shkollave të mesme profesionale të bëhet në atë formën që në një formë të kompenzohet ajo forma e praktikës profesionale të tyre. Jo të njihet si bursë, po një lloj mbështetje financiare atyre që edhe shohin praktikë profesionale, nxënësit e shkollave profesionale. Prandaj nuk kemi dashur që t'ja humbim atyne dhe i kemi bë thirrjen si mbështetje financiare, ndërsa konkursi i Ministrisë Arsimit është për ndarjen e bursave. Tjetra është që e dini që edhe subvencionet i kemi nda edhe këtë vit për OJQ-t, për qendrat mësimore që i drejtojnë qendrat mësimore. Ndoshta kemi organizata që nuk kanë qenë shumë të kënaqura me mjetet që i kanë marrë, po buxheti ka qenë i tillë dhe nuk kemi pasur mundësi më shumë, edhe pse për vitin e ardhshëm unë kam bërë kërkesë për buxhet shtesë, shpresoj të aprovohet. E kam njoftuar edhe ministrën në takimin e fundit, të cilët më kanë kërkuar një arsyetim për me mujt. Akavut në Beshqipja kanë ano tradicionalu novi pe e Ministrjava Shveduki pe Skjencat e Teknologija, organizinela në lede i pe romani si kavna në Prizren, RSIP ato vëll promovi pe akale programesko e romani Qibjako, kote siklola sar fakultativu në siklipe, të olesko buklari pe ano javer skole, ano Prizren. Akavasine saso gati sargen vashakaja kurkeski emisija ekipe, gjipe avutno savatuno dive pe kuno vakti pe dikipe.